periudhë kur Partia Socialiste dhe lideri i saj historik Fatos Nano bombardoheshin nga të katër anët si të lidhur me Beogradin. Ata që i bombardonin ishin ata që ditën flisnin për Kosovën, natën thyenin embargon që bota demokratike kishte vënë Slobodan Miloševićit dhe i shisnin naft Slobodan Miloševićit për të furnizuar makinerin fashiste të spastrimit etnik. Ndërkohë që ishte pikërisht Partia Socialiste dhe ishin pikërisht njëra pas tjetrës qeveritë e Partisë Socialiste, duke filluar nga qeveria e Fatos Nanos, që nuk lan asgjë pa bërë për ta mbështetur, hapur dhe mbyllur ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe çlirimin e Kosovës. Së dyti, Partia Socialiste në këto 35 vite ka arritur të bëj shumë edhe për arsye se ka pasur qysh në ditën e parë një raport shumë të kthjellët me të shkuarët. Ndryshe nga ata të cilët u paraqitën si forca e të ardhmes dhe kthyen Shqipërinë përmbys në më shumë se sa një rast, duke sjell vetëm rrëmuj, sherr, konflikt, deri dhe konflikt të armatosur dhe shkatrim, Partia Socialiste diti shumë mirë që të ndahet nga diktatura në mënyrë të qartë, por ama asnjëherë të mos e mjegulloj vështrimin mbi luftën nacional çlirimtare dhe mbi historinë e vërtet të çlirimit të Shqipërisë. Dhe e treta që lidhet natyrisht me Bashkimin Evropian sot si shëmbëltyra e kësaj, por që në fakt nuk është e lidhur vetëm me Bashkimin Evropian, por është e lidhur me qasjen qytetare dhe europiane të Partisë Socialiste ndaj shoqërisë dhe ndaj botës, është pikërisht marrëdhënia e kësaj partie me shoqërinë dhe me botën. Një marrëdhënie materializuar si marrëdhënie qytetarie në kuptimin e respektimit të lirive dhe të drejtave të tjerëve. Qoftë këtu, miku im Kadriu, qoftë edhe në takimet e tjera të tjerë miq që kanë folur në emër